Burhan Hamiti, aktor rezident i Teatrit Kombëtar të Tetovës që nga viti 2007. Gjithsesi një nga aktorët e parë të punësuar në këtë institucion, kur edhe u hap ky teatr në vitin 2007. Bën pjesë në grupin aktorëve të shumë angazhuar të këtij teatri, duke bartur mbi vete mbi 35 role në teatr, brenda kësaj periudhe kohore dhe rreth 20 projekte televizive duke përfshirë këtu disa seriale vendore dhe filma të shkurtër artistik, pastaj 3 filma të metrazhit të gjatë. Hunting Flies, produksioni norvegjes dhe regji të Izer Aliut, ku aktori jon paraqitet me rolin kryesor të këtij projekti madhështor, me rolin e një mësuesi. Film ky i cili rrugtimin e vet të sukseseve në festivalet filmike e nisi në festivalin të filmit në Prishtinë Prifest, ku u shpërbly si film më i mirë i huaj, duke vazhduar më tej me shumë çmime të tjera ndërkombëtare në përbotë për këtë film. Pastaj filmi Luaneshat e Kodrës, produksion kosovaro-frances me regjisore Luana Bajrami, ku Burhani paraqitet në një rol më të vogël, por duke i dhënë atij një kënaqësi dhe një provojë të veçantë, sepse edhe ky film arriti që të udhtojë nëpër disa festivale prestigjioze në përbot, duke filluar që nga premiera e këtij filmi në festivalin më të madh të filmit në botë, atë të Kanës. Dhe së fundmi, filmi metrazhit të gjatë Koma, produksioni i Maqedonisë së Veriut nga regjisori Agim Abdullahu, premiera të cilët pritet që të delë në muajt në vazhdim. Burhan Hamiti, në karrierën e tij të krijimtarisë skenike si aktor, regjisor apo ndonjëherë edhe si tekstshkrues i pjesëve të veta në skenë, është përblyer disa herë, ndër të cilët si aktor në festivalin e teatrit shqiptar në Dibër dhe Ferizaj për rolet e tija, ndërsa në festivalin e komedisë në Preshev dhe Mitrovic është përblyer bashkë me trupën për shfaqjen në të cilën Burhan Hamiti, përveç si aktor, është paraqitur edhe si tekstshkrues i pjesës dhe si regjisor. Ai ka diplomuar në Universitetin e Tetovës në vitin 2001 për aktor, ndërsa ka mbaruar master për regji teatri në vitin 2013 në Universitetin për Arte Audiovizuale në Shkup. Si pjesë e veçantë e jetës së tij artistike, mund të veçojmë edhe angazhimin e tij për disa vite si profesor i aktrimit në një kolegj amerikan në Tetov në periudhën pas vitit 2010. Sa për paraqitjen e tij skenike, do të ishte më e mirë që vlerësimin të ja lëm spektatorit, sepse vet aktori jeton për spektatorin dhe prej spektatorit, ndërsa prapaskenat e teatrit ose të kolegëve aktor për aktorin Burhan Hamitin flasin kështu. Burhani është aktor që funksionon shumë mirë në grup, respekton hapësirën e kolegëve, shumë kolegial, i vëmendshëm dhe shumë i përgjegjshëm në skenë, dhe mbi të gjitha, ajo që blente të veçohet tek Burhani është gjendshmëria e tij për raste të paparashikueshme që shpesh herë din të ndodhin në skenë. Afër tij në skenë mund të jesh më i sigurt, sepse çfarëdo që të ndodh, ai të nxjerr nga situata. Burhani nuk luan vetëm për veten në skenë, por ai gjithmonë mban llogari edhe për partnerin e vet dhe din që të jep mbështetjen e nevojshme fiks në momentin e duhur. E përfundja, ky është profesioni i aktorit. Ai përveç që jeton dhe luan për spektatorin, ai duhet të luaj edhe për kolegët ose për partnerin në skenë, siç thon vet aktorët. Nëse ka diçka që e veçon aktorin Burhan Hamiti, pa më dyshje, do thonim humorin prejt dhe energjia që ai përcjell mes miq. Përshëndetje Burhan, mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret, 40 pyetje për 40 vet. Mirë se gjeta. Isha shumë relaks kur i vune syzat, më mendova se do të bëj se shmenot, më kapi një fat treme. Jo, je vetëm në një pyetësor. Nuk do të humbim kohë. Nuk notohemi. Jo, nuk notohemi asnjë. Hajde, fillojmë pra. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Zakonisht jo, kështu në afat më gjatë kohor. Ndodh që krijohet vetveti rutina kur fillojmë provat në teatr. Për shembull, zakonisht janë orari caktuar i provave dhe dihet zgjohesh mëngjes, han mëngjesin, përgatitesh pak për prova, del, është rutinë e njëjtë çdo ditë. Deri zakonisht në provat e tavolinës, pastaj kur fillojnë provat në skenë, ju e dini edhe vetë jeni aktore, ndron gjithçka. Pastaj s'kemi as orar buke, orar ushqimi, gjithçka ndodh spontanisht. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Në shkollën mesme, unë kam mbaruar shkollën e mesme në 93, 4, 5, 6 para Krishtit.
shumë kohë ka kjo punë. Ishte koha, jetonin pak ma të mbyllur, shoqëri ma e mbyllur, edhe unë atë kohë vishesha pak ma ekstravagant, me gjinsa të krysura, me një misht hapur zakonisht me do varse në gjallë. Edhe sa kështë filluar kjo depërtoj drogën e për në Balkan, Maqedonise, para saj edhe nuk ishim shumë ide se çfarë ndodh. Kaloj kjo periudhë e shkollës mesme, ndodh pas 4-5 viteve nuk isha taku me një shok. Ai kishte emigruar në Amerikë. Takonin pas 4-5 viteve, unë në për qytet me një medikant, edhe e takojmë atë, super mirë që takom, hajde të pim një kafe, ullim e pim një kafe dhe ndërkohë të bëha sije. Ne u pyetëm njerë sije si shko mirë, ai vazhdon bëha sije, po këtë sije pak ndryshe, thash mirë, super. Tha mirë dukesh, thash po. Mirë dukesh, mirë, vjen shumë mirë, thash shumë mirë dukesh. Thash po mirë më, vitet kalojnë shkojnë. Jo, tha, si ke qenë, tha mirë, vjen mirë, tha që. Edhe thash, e pa që ka diçka tjetër këtu. Thash, për çfarë ke fjalën? Tha, ndërkohë, jo, tha mirë, i herë më thot në sy. E nxori një cigare, bisiklet, tha, ta ndezim një duhan. Thash, nuk e pi. Bravo, e kelam. Thash, nuk e kam pi asnjëherë. Si nuk e ke pi? Thash, nuk e kam pi. Po ti thanë shkollë mesme sikur kishe problem me drogën. Atëherë kuptuam me këtë shokun tjetër se gjithë ishim një gjenerate, kuptuam se ku kishte ky poentën, edhe ky tjetër ta morë burrë, tha ky se ka pi asnjëherë as duhanin, ta çdo. Bre tha shumë tha kemi përfol. Para mendo, gjithë kohës në gjimnas ishte përfol, prej dikujt, disave, jo krejtve. Edhe një periudhë mbas, dhe mbas 7 viteve e kuptoj që edhe ishte gjë më e çuditshme për shkak se ishte krejt kontra me, krejt kontra natyrës time. Unë atëko isha sportist, merresha me futboll, derisa isha në gjimnas, bëja stërvitjen për ekipin e trive të Shkëndijës. Pastaj u habita si ka mundësi gjithë diçka jo e natyrës time, po janë sende që ndodhin. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Zakonisht edhe mua po mendoj se edhe të tjerët bërja mirë, ndihma, humaniteti, afrimi i asaj që keti kur i afron dikujt dhe kur e sheh që ka ndikim të tjetri, mendoj që gjë më e mirë në jetë edhe që të plotëson. Ka shumë sende materiale që vinë, shkojnë, langëzojnë përkohësisht, siç është rroga që vinë. Po zgjat 3-4 ditë, 5 ditë dhe kalon. Po çështjet humane besoj që janë gjë më e shenjtë në jetë që ndodh që na plotëson. Edhe gjithmonë kur flas për vete, kur jam keq ose i stresuar me punë ose diçka, ndodh shpesh që ndoshta prej natyrës jam shumë komunikativ dhe mbi që të ndëgjoj hallet e njerëzve shpesh dhe kur i afroj një ndihmë i tekaloj edhe ato problemet e mia. Çfarë do të bëje po të kishte një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Jo çfarë do të bëja, po çfarë do të bëj, në fakt edhe e bëj. Çato ditë që s'kam angazhime, zakonisht ka 30 vite që dal shumë ecin mal. Flas prej periudhës shkollës mesme, e kam një rutinë 2 ditë në javë, dal edhe ende vazhdoj ta praktikoj. Sidomos tani që pak sa do kudo kalojnë edhe vitet, obligimet po janë më të mëdha, edhe mendoj që më ndihmon shumë, edhe psikikisht po edhe fizikisht. Përgatitem për moshën e tretë. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Ndoshta vlerësimi i vetë jetës. Kam mësuar që ta vlerësoj vetë faktin që jam gjallë. Vetë faktin që unë e kam pat shansën një prej gjithë këtyre miliarda njerëzve të jem sot në këtë botë dhe të jetoj, dhe kjo botë ofron shumë. Më vjen keq që njerëzit shpesh ankohen për mungesë të disa gjëra, përveç mungesës së rendit kushtetues që ekziston në Maqedoni dhe në gjithë Ballkanin, mendoj që gjithë tjerat i kemi, natyra na e ka falë, i madhi Zot na e ka falë. Shumë mundësi, shumë opsione dhe e vetmja gjë që e kam kuptuar vonë është kjo. Jam mësuar ta vlerësoj jetën dhe i gëzojmë çdo ditë prej mëngjesit që zgjohem, e nis me energji pozitive, me shumë opsione çfarë do të bëj, edhe problemet kam instituar. Si e menaxhon stresin në jetën tënde?
Zakonisht tash vetë jeta i ka problemet e veta, sidomos kur je edhe në martesë, kur ke edhe fëmijë, edhe vetë obligimet të krijojnë një stres. Edhe janë tash dy teknika. E para është duke vetë kontrollin vetveten, duke menaxhu psikikisht vetveten, për shkak se stresi është më shumë problem psikik se sa problem real. Ka njerë ne problemet i bëjmë më të mëdha sa që janë, duke i dhënë më shumë peshë në kokën tonë, dhe kjo forma e parë me cilën unë mundojmë ta menaxhoj stresin, duke u dhënë prioritet gjërave tjera të cilat mund të zbërthehen shumë më shpejt se sa ky problem. Ajo që më bën problem e etiketoj. E nxjerr anash, vazhdoj me tjetër, i vin momentet edhe asaj. Edhe e dyta, natyra. Më pëlqen shumë, ndoshta do ta them shumë herë në emision, më pëlqen shumë të ecë në natyrë, dal në natyrë dhe gjë më të bukur nuk ka. Aty e gjen qetësinë, aty ke kohë të ndëgjosh edhe vetveten, ke kohë të ndëgjosh edhe të tjerët, ke kohë të menaxhosh gjithë problemet, ke kohë të bësh plane, edhe vetë fakti që ti ngjitesh në mal lart. Dhe është një moment shumë i rëndësishëm, shumë interesant, magjik. Ngjitja nëpër male, kur je lart dhe shef gjithë, të themi Shkupin, gjithë Pollogun, ka vende për shembull në malin Sharq që duket Pollogu, Shkupi dhe një pjesë bukur e madhe e Kosovës andej. Ti i shef prej një lartësie, prej një distance. Dhe në atë moment i mendon gjithë problemet që mund t'i kesh ti poshtë bashkë me gjithë ata njerëz që lëvizin poshtë. Dhe kur je lart e shef që vetëm ti e fut në ato probleme. Ato nuk janë aq shumë të rënda sa ne i mendojmë. Në moment që tërhiqemi lart, ata mbesin poshtë. Dhe kjo t'jep një relaks, një qetësi për të reflektuar pak më pozitivisht, për të menaxhuar vetveten, për të menaxhuar stresin, dhe kur zbret poshtë, ti veç je me një zgjidhje shumë reale, me një energji shumë më të madhe ndaj problemeve, dhe mendoj që zgjidhja e problemeve nuk vjen vetëm nga zgjidhja teknike, por edhe nga energjia që japim. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Çka i vjen kjo? E di shumë. Më shumë, mendoj që jam ekstrovert më shumë. Unë ndoshta edhe ana e dobët e imja, reagoj shumë, reagoj shumë shpejt. Nuk i mbaj gjërat për vete, gjithçka e bisedoj, gjithçka reagoj, gjithçka mundem aty për aty ta zgjidh. Shpeshherë ndoshta edhe për gjëra që nuk kanë mundësi zgjidhen, unë bëhem pjesë e problemeve, e lodh pak veten më tepër sa që s'duhet, po kjo është natyra ime. Cili është momenti më i vështirë që e ke kaluar në jetë? Të gjithë kemi ato tragjedi familjare, është normale pse njerëzit lindin tezën, po unë e kam humbur herët. Është momenti që sa kisha diplomuar, unë kisha planet e mia, nuk ma dhim të vdekja nënës si proces se shkoj, sepse gjithë lindim, gjithë të vdesim, po ma dhim për një fakt, ma dhim për vetveten, sepse unë mendoja që tash mbarova fakultetin, gjithë angazhimet, gjithë mundi i saj, me gjithë babin kuptohet, për të më shkolluar, për të më dhënë një drejtim në jetë, e tash është momenti që unë do t'ja kthej. Bile nëna ime ka punuar në fabrikë prej moshës time 6 vjeçare, dhe unë e kam vlerësuar gjithmonë këtë angazhimin e saj, mundin e saj, lodhin e saj. Ju e dini, jeni vetë femër, është e rëndë për një femër që edhe të punoj diçka një punë, edhe të kthehet në shtëpi me obligime familjare, edhe unë si fëmijë e kam vërej gjithmonë këtë angazhim, edhe këtë stërlodhje. Dhe në moment që diplomova, i them nënës time, tash s'ka nevojë të punoj. Tash do punoj mu dhe do punoj, çfarë do punoj? Nuk e di çfarë do të punoj, çfarë do që të punoj. Edhe në fakt 7-8 vite pasi diplomova, unë u hap teatri Tetovës, unë gjatë gjithë kohës kam punu punë tjera në televizion, çfarë do pune të ndershme, dhe kam bërë me krenari, po i kam thënë nënës time ti s'ke nevojë më të punoj. Dhe çato momente dashti Zotit, themi, ajo ndrojet, dhe vetëm kjo më kam mbet si peng që sigur nuk munda unë t'i revanshohem, nuk më dha një shans për t'ju revanshu. Aq. Po jo për atë pjesën, dhe tash kërkoj falje edhe për teleshikuesit, ndoshta për emocionet, po janë momente emocionale, po doja t'jap edhe një mesazh pozitiv në këtë tragjedi të njerëzve që po të themi.
Prapë thënë, nuk jam mërzit që ka shku herët, se ajo realisht ka ndroj jetë në moshën që time që ka mu sot, 28 vjeqe, shumë e re, po vetë fakti që thash nuk kisha mundësi ta kthej, t'ja kthej atë që ka bërë, vetëm për këta. Jo se shkuj ma herët, për shkak se ka raste të tjera të njerëzit janë lindë, janë rritë dhe nuk i kanë parë prindët e tyre, dhe unë gjithmonë kam gjetë ngushëllim këta. Ka raste shumë të rënda dhe jam falenderuar Zotit edhe për atë periudhë që e kam pas, kam mund mos e kem, vetëm kjo pjesë tjetër, që unë nuk mund ati revanshon, kaq. A të pëlqen të kalosh kohën vetëm? Zakonisht jo. Ka shumë raste të ralla kur dua të jem vetëm, po edhe ajo në periudhë shumë të shkurtë. Kërkoj ose nga njerëzit e shtëpisë ose nga kolegët, një prik 5 minuta pak të ri vetëm, qoftë gjatë provave në teatr, qoftë ndonjë punë private, po gjithmonë këtë e shfrytëzoj shumë shkurt vetëm për të reflektuar dhe kthehem afër miqve, afër familjarëve dhe i diskutoj. Nuk më pëlqen përgjithësi të ri vetëm. A ke frikë nga diçka? Po. Gjë më e shpeshtë që e mendoj është të mos bëj keq, mos lëndoj dika. Sepse ka një fjalë vetë me ndodh që dikujt ja prish ditën. Jeta është shumë e shenjtë dhe mundohem që me një fjalë, me një moment të mirë t'ja rregulloj dikujt që t'ja prish. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Mendoj se gjëja e vetme që duhet bëj është të jem vetvetja. Unë jam ky, me gjithë të mirat dhe të metat e mia dhe mendoj që më i mirë jam kur jam vetvetja. Ai që jam, me temperamentin tim, me reagimet e mia të shpejta, qoftë edhe gabim kur janë, po janë korrekte, reale, sinqerta, edhe me atë anën time shpirtërore që kam që miqt e dinë. Sa ka rëndësi privatësia jote në jetën tënde? Sigurisht që ka shumë, sepse ka momente të cilat nuk do t'i ndajmë shumë me publik, nuk do t'i ndajmë shumë me njerëz, do t'i kemi në rrethin më të ngushtë familjar, po ka njëherë kur je njëri publik, gjërat edhe dalin, edhe të shohin, pastaj njerëzit sa herë që delin qoftë në rrugë, qoftë në për lokale, ne kemi për shembull në Tetov, ne jemi qytete të vogla, njihemi njëri me tjetrin, publiku në përgjithësi është i njëjti që sillet, edhe gjithmonë je në vëzhgim një kamere që duhet të kesh gjithmonë kujdes dhe mendoj se privatësia ka njerë është e nevojshme. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Mendoj se shansi më i mirë që më ka dhënë jeta është shansi i dytë për të jetuar. Këtë kam fjalën për që të kalum që dolëm gjallë prej luftës 2001-shit, flas për pjesën e ushtarëve dhe gjithçka tjetër që më ka dhënë jeta. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Ndoshta ajo që shumë përkushtohem dhe apatia që jap për problemet e tjerëve, shumë mishërohem me problemet e tjerëve, shumë i marr si personale, shumë u kushtoj vëmendje edhe kohë. Ka njerë është e nevojshme vetëm mundësia e ime t'i ofrohet ndihmesa, po jo edhe ana shpirtënore, për shkak se lodhem shpirtërisht shumë dhe kjo pengon dhe vetja ime do më duhet edhe më të qe. Ndoshta këtu do të reduktoj pak nga vetvetja. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Gjë më shumë që më nevrikos është kur njerëzit ndrojnë moment. Je marrë vesh për diçka ose flasin për diçka që gjithë e dinë dhe i ndron moment fjalët dhe nuk stërkuqet dhe flet me një kompetencë shumë të madhe, po gjithë e dinë në tavolinë që ai nuk e thot vërtetën. Edhe nervikos se është ai momenti kur nuk din t'i thuash apo mos t'i thuash. T'i thuash që ta ndërpresësh të kthejmë në realitet apo ta lësh të vazhdojë çashtu, po nuk më pëlqen jo sinqeriteti në përgjithësi. Me kë komunikon më së shumti? Më së shumti me njerëzit familjen më të afërt, do në përgjithshka. Cilën fjalë përdorin më së shpeshti? Fjalën unë mendoj edhe ne. Ne e bëm, ne ta bëjmë, ne. Kam dëshirë gjithmonë për çdo punë, mendoj që jam shumë i mirë për funksionim në grup, me kolegë. Dhe gjithmonë mundohem them ne ta bëjmë, ne e bëm. Edhe në atë moment kur
ideja zgjidhja është imja, është e mirë, është etike që thotë ne. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Shumë pak. Vetëm me nevojë, bile kam vetëm Facebook të hapur, vetëm për arsyeën që gjithë komunikimet me kolegët, me teatrin i bëjmë nëpërmjet Facebookut dhe nevojtet për komunikim, kjo, për ndryshe jo. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta me suksese të mëson ndoshta ta vlerësosh më shumë punën. Për shkak se vjen një kohë që ti e kupton që nga puna e sinqertë, nga puna mos them tepër, po aq sa e ka hakun që ja japish punës, vjen suksesi. Dhe suksesi të mëson ta kuptosh vlerën e punës dhe e kupton që me punë arrihet gjithçka, vetëm duhet durim edhe sinqeritet në punë. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Ka shumë, ndoshta tash vetë jeta është e bukur, më jam munduar gjithmonë gjërat më të bukura në jetë ti nxjerr edhe me familjen. Tash nëse i ndal janë ndoshta mund të themi në dy grupa ata të pushimeve që janë momente më të mira pas gjithë lodhjes se familja bëhet bashkë, i në pushim dhe ajo më e përditshmja momentet në shtëpi. Kur mblidhemi, gajtojmë bashkë, servojmë bashkë, ham bashkë, mendoj që këto janë momente më të bukura që mund të kalojmë me familjen, sidomos në periudhën e pas pandemisë, që mendoj është bërë luks mblidhet gjithë familja. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre ky që je? Ndoshta përgjegjësia ndaj të tjerëve. Tash ndodh që përpara nuk ka ndodhur para kohës së studimeve ose shumë pak pas asaj, po nëse flasim në aspektin profesional, pas kësaj periudhe 17 vjeçare nëpër mediume, njerëzit më shumë të njohin dhe mundohen të të respektojnë gjatë kur takojnë rrugës. Dhe kjo automatikisht ta shton përgjegjësinë që ti je i kujdesshëm ndaj reagimeve të tyre, tua kthesh, mos ndjen bosh, mos ndjen zbrazët, mos ndjen të injorum, përveç sjelljes tënde rrugë, po edhe ndaj të tjerëve. Kjo më ka ndryshuar shumë. Kush të frymëzon më shumë? Më motivon familja, më frymëzon natyra, nëse mund t'i kombinoj kështu. Çfarë do të bëja nëse nuk do të ishte personi që je tani? Nëse përsëri e kemi fjalën për anën profesionale, nëse nuk do të isha aktor, ndoshta gastronom. Më pëlqen të gatoj. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Dinamike, shumë dinamike, me plot dashuri dhe me plot sfida dhe suksese. Cili është romani juaj më i preferuar? Të çdo vepër artistike ka bukurinë e vet, po nëse do të veçoja nga jo ka fundi që kam lexuar, ndoshta do të ishte Ishulli i pemëve të zhdukura nga Elif Shafak, për shkak se brenda vetes ka shumë histori. Histori njerëzish, histori popullsh, histori shtetesh, histori medicinale për një pemë fiku që është shumë janë gjëra që i kanë ngërthyer shumë mirë. Po në përgjithësi më pëlqejnë dramat lexoj. Qesh apo nevrikosesh më shumë? Mendoj se 95.6% e jetës time ka kaluar duke qesh. Bile shpesh periudhën më herët edhe takoheshim me kolegë në rrugë ose me miq, thon a ke ndonjë problem? Kam shumë. Mundem gjithmonë të qesh, të trajtoj pozitivisht, ndoshta bashkërisht do ta kaloj më mirë. Kujt do t'i kishi thënë më pal dhe pse? Qenja femërore është qenja më e shenjtë që Perëndia i ka falë njerëzimit dhe botës përgjithësi dhe mendoj që jo vetëm unë, por gjithë dhe burrat, të vetmit njerëz që gjithmonë do t'ju kërkojnë falje janë nënat e tyre dhe gratë. Kujt i keni thonë për herë të fundit të dua? Ndoshta dua shpesh t'i komplimentoj njerëzit, që them edhe se i dua për punët që i bëjnë, për energjinë që kanë, po e fundit, nëse marrim tek e fundit të fëmijëve gjithsesi. Fëmijëve të mi që gati çdo ditë ju them. Keni dhënë ndonjëherë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Nuk besoj. Është e vetmja gjë që e kam fiksim në jetë, mbajtja fjalës dhe premtimi i dhënë. A do të ishi i gatshëm të jetoje larg nga media për një periudhë? Ndoshta po, bile vitin e kaluar e kam bërë, po në moment që e shoh që mungon përsëri, edhe do të kthehem. Teatr, film, opera apo balet? Definitivisht teatr.
edhe nga filmi, edhe nga opera, nga baleti. Është gjithë shka që ndodh aty, fjala, emocioni, konflikti, gjithë shka është aty. Sa je i mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Nëse futemi në grupën e amatorëve, jam 8-9, afar vetës. Më pëlqen shumë të gatuaj dhe gatuaj shpesh. Cili është ushqimi yt i preferueshëm? Ndoshta kuzhina italiane. Spagetit më pëlqen shumë. Me sa alarme zgjoheni? Pa alarm. Mjafton vetëm gruaja të bërtet një herë. Situata yte më e sikletshme. Ndoshta kur ndodhesh ndonjë mes një keq kuptimi ose ndaj teje ose ndaj të tjerëve, është situatë e padëshirueshme kur e kupton që gjithçka ka ndodhur për një keq kuptim banal. Hera e fundit që keni bërë bamirësi? Kjo ndodh shumë shpesh. Ndoshta çdo 3 ditë. Qoftë ajo e vogël materiale, qoftë ajo me përkrahje morale, qoftë ajo frymëzim jete e kam bamirësinë. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Sigurisht që nuk na mjafton rroga, ju e dini vetë, gjithë aktorët punojnë edhe punë 2-3, unë ka 20 e disa vite që punoj nga 2 punë. Çka harxojmë më shumë ti? Më shumë ti, ndoshta për të shëtit. Mua nuk më pëlqen të kem tesha të shtrejta, telefon të shtrejt, i cili njëherë bie prej dore thyhet, nuk më pëlqen se kam fiksim veturët e mi, luksoze shumë, mjafton të kem të shërbem, aq. Ku e shihni vetëm pas 10 viteve? Mbas 10 viteve, ndoshta duke u përgatit për atë moshën e artë afër pensionit edhe me projekte shumë më serioze, sepse ju e dini aktorët piqen shumë më shumë moshë mbi pas 50-ave, ndoshta më pret edhe një erdhme edhe më e mirë profesionalisht. Për çfarë do të protestonit? Për drejtësi. Mendoj që në këtë shtet ku jetojmë ka shumë gjëra për të cilat duhet të protestojmë dhe nuk protestojmë, dhe kjo është ndoshta gjë që më shumë pengon te shoqëria jonë, sepse nuk dim që t'i marrim duart problemet në duart tona. Po jam person që reagoj gjithmonë ndaj të padrejtës, qoftë ndaj me, qoftë ndaj të tjerëve. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesi gjithmonë e para që është sjell një kënaqësi shpirtërore, përmbush, po zgjat shumë pak. Ju jeni profesionistë dhe dini menjëherë të kap ajo ndjenja e përgjegjësisë, pas atij suksesi thuaj prit, a e meritova, si ta vërtetoj edhe një herë, ose ecim pak më lart se kjo deri ku kemi mrit. Mendoj që suksesi është më shumë përgjegjësi se sa vetëkënaqësi. Mirë, pra, Burhan, ky ishte edhe pyetësori ynë. Të faleminderit shumë që ishe pjesë e rubrikës sonë, të urojmë shumë suksese dhe çdo të mirë në jetë. Faleminderit shumë për mundësinë, respekt.